Përdorimi me orë të zgjatura i celularëve dhe tabletëve po ndikon gjithnjë dhe më shumë në shikimin e fëmijëve. Sipas të dhënave të fundit në Shkodër, rreth 4 në 10 fëmijë që bëjnë kontrollin e syve po diagnostikohen me miopi apo dobësim të shikimit në largësi. Specialistët thonë se në shumë raste prindrit e kuptojnë problemin vetëm kur fëmia fillon të ketë vështirësi në lexim. Një rol goxha negativ luan lënia e fëmijëve me orë tëra para ekraneve apo jetesa në ambiente të mbyllura. Ne sot na vinë fëmijë të moshës 6-7 vjeç të cilët flasin direkt anglisht, një kohë që s'kan bërë në mësim në anglisht. Kjo sepse ka për atyre prindërve të cilët i lënë kalamajt edhe me televizorin më orë të tana për arsye nga më të ndryshmet. Apo përdorimi i celularëve, i cila ndikon jo vetëm në probleme të shikimit, por do thojë edhe në probleme të zhvillimit vendor. Okulistët theksojnë rëndësinë e aktiviteteve në natyrë si një faktor mbrojtës për shëndetin e syve tek të miturit, kufizimin e kohës para ekraneve, si dhe kujdes më shumë nga prindrit që problemet e shikimit të diagnostikohen herët. Këshillat do ishin kontrollet periodike tek mjeku okulist, njëherë në 2-3 vite dhe në rast humbje nga procesi screening vetë prindrit duhet të ndërgjegjësohen që ta bëjnë këtë shikim të problematikave të shikimit, pasi korrektimin në kohë mund të ndihmojë ato jo vetëm një rritje të cilësisë pamjes, por edhe në problematika të syrit demeli themi ne ose ambliop. Në shkallë vendi, gjatë depistimeve të organizuara në shkolla, ka rezultuar se rreth 10% e fëmijëve kanë probleme me shikimin. Një shifër kjo që mjekët e konsiderojnë të lartë, duke lidhur këtë kryesisht me rritjen e përdorimit të mjeteve teknologjike edhe kufizimin e kohës së aktiviteteve në natyrë.